Me një kohë ku të rinj shqiptar vazhdojnë të shkëlqejnë arenën ndërkombëtare, historia e Nikolit Nelo vjen si një shembull i jashtëzakonshëm i përkushtimit, talentit dhe punës së palodhur që shpërplehet me sukses të merituar. Ai u shpallur nxënësja më e mirë e vitit 2025 në një prej institucioneve më prestigjioze të arsimit në Mbretërinë e Bashkuar, Shkolla e Ekonomisë në Londër, duke siguruar një vend të merituar në mesin e emrave më premtues të gjeneratës së saj. Ky vlerësim nuk është thjesht një titull nderi, por një dëshmi e qartë e cilësive të ralla që ajo ka treguar gjatë viteve të saj të shkollimit. Performanca e saj e jashtëzakonshme akademike i ka hapur dyert për një bursë të veçantë, e cila jep mundësinë të ndjekë studimet e larta në 5 nga universitetet më prestigjioze në botë, përfshirë Harvard, Oxford, Stanford, MIT dhe Cambridge. Nikol Nelo përfaqëson gjithçka që përbën një të ri model. Në ditët e sotme, inteligjencë, vullnet, përkushtim ndaj dijes dhe dëshirës për të bërë ndryshimin në botë, rruga e saj drejt suksesit nuk e qenë e lehtë, por e mbushur me sfida që e ka përballuar me vendosmëri dhe maturitet rrallë për moshën e saj. Pasioni për ekonominë dhe shkencat sociale ka shtyrë Nikolin të thellohet në studime dhe të angazhohet në projekte kërkimore që kanë të bëjnë me barazinë ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo arritje nuk është vetëm personale, por përfaqëson gjithashtu krenarinë e komunitetit shqiptar në diasporë. Ajo është një ambasadore e denjë e rinisë shqiptare, duke dëshmuar se edhe në një treg global konkurrues, të rinj shqiptar mund të dallohen dhe të jenë në krye kur mbështeten nga vlerat forta familjare dhe përkushtim ndaj edukimit. Vlen të përmendet se bursa fituar nga Nikoli u jepet një numër shumë të vogël nxënësish në nivel ndërkombëtar, të cilat jo vetëm që kanë rezultate të shkëlqyera, por edhe dëshmojnë potencialin për të udhëhequr ndryshime pozitive në shoqëri. Ajo tashmë shihet si një lider e së ardhmes, e gatshme të kontribuojë në mënyrë të qëndrueshme në fushën e saj dhe më gjerë. Suksesi i Nikolit është një avitje për të gjithë të rinj shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, që të besojnë në vetvete dhe të mos ndalen përballë vështirësive. Ajo dëshmon se kufijt nuk ekzistojnë kur ka vullnet dhe vizion. Historia e saj është frymëzim jo vetëm për bashkëmoshtarët e saj, por për një komb të tërë që aspiron të ngjitet në lartësinë e dijes, zhvillimit dhe dignitetit ndërkombëtar. Me një botë ku konkurenca është e ashpër, Nikol Nelo ka treguar se suksesi nuk është çështje fati, por rezultati i pasionit dhe përkushtimit. Me përfaqësimin e saj të shkëlqyer, ajo i ka dhënë një zë të fuqishëm rinisë shqiptare dhe ka provuar se ëndrat më të mëdha janë të realizueshme kur mbështeten në punë dhe besim në vetvete.